A e dini se brenda trupit ton ekziston një organ i jashtëzakonshëm, i cili punon pa u ndalur as një sekond të vetme, ditë e natë. Bëhet fjalë për mëlçin, fabrikën më të madhe, më të rëndësishme dhe më të ngarkuar të gjithë organizmit ton. Ajo kryen më shumë se 500 funksione vitale çdo ditë për të na mbajtur në jetë, që nga pastrimi i vazhdueshëm i toksinave dhe helmeve nga gjaku, tek përpunimi i çdo ushqimi apo pije që ne konsumojmë, e deri te rregullimi i hormoneve, ruajtja vitaminave dhe kontrolli i energjisë. Por këtu qëndron një problem shumë i madh dhe i rrezikshëm. Mëlçia nuk shkakton dhimbje të drejtpërdrejtë si organet e tjera. Për dallim nga stomaku, zemra apo veshka, mëlçia nuk ka fije nervore në brendësi të saj për të dërguar sinjale të qarta dhimbje atëherë kur po dëmtohet. Me fjalë të tjera, mëlçia juaj vuan në heshtje, dhe kjo heshtje vazhdon derisa dëmtimi të bëhet aq i madh e i avancuar, saqë ndonjëherë mund të jetë tepër vonë. Prandaj, në këtë video do të analizojmë në detaje 12 shenjat e çuditshme, por shumë alarmuese që trupi juaj ju dërgon kur mëlçia është në rrezik dhe po përballet me mbikarkesë. Gjithashtu në pjesën e dytë të kësaj video, do të shohim hapat konkret, të thjeshtë e natyral që mund të ndiqni lehtësisht nga shtëpia, për ta ndihmuar atë të rigjenerohet plotësisht. Nëse i kushtoni vërtet rëndësi shëndetit tuaj dhe dëshironi të mbroni veten e familjen tuaj, abonohuni tani në kanal, aktivizoni zilën e njoftimeve që mos të humbisni asnjë video tjetër dhe le të fillojmë menjëherë. Miti i alkoolit dhe realiteti i jetës moderne. Para se të kalojmë të shenjat, le të thyem një nga mitet më të mëdha që ekziston në mjekësi. Shumë njerëz jetojnë me idenë e gabuar se mëlçia dëmtohet vetëm nga konsumi i tepërt i alkoolit, por realiteti sot mjekësor është krejtësisht ndryshe. Sëmundja e mëlçisë yndyrore sot prek miliona njerëz anë mban botës, duke përfshirë edhe individ që nuk kanë prekur kurrë alkool me dorë në jetën e tyre. Shkaku kryesor në ditët e sotme nuk është më vetëm alkooli, por stili ynë i jetesës dhe mënyra se si ushqemi çdo ditë. Sheqeri tepërt i fshehur në çdo produkt, pijet freskuese të mbushura me fruktozë, ushqimet të përpunuara, ushqimet e shpejta, vajat bimor me nivel të lartë omega 6 dhe përdorimi i shpeshtë i qetësuesve të zakonshëm pa kriter janë armiq tanë të përditshëm. Këta faktorë mbushin mëlçin me dhjam dhe e çojnë atë drejt inflamacionit kronik. Mirë po, këtu vjen lajmi i shkëlqyer. Mëlçia ka një aftësi fantastike, unike dhe thuajse magjike për të rigjeneruar e riparuar vetë, për sa kohë që ne ja ndërpresim ngarkesën e toksinave dhe japim mjetet e duhura. Po, për ta ndihmuar atë në kohë, duhet të mësojmë dhe të lexojmë e të kuptojmë sinjalet e saj alarmuese. Ja cilat janë ato domethënia që nuk duhet të injoroni kurrë. Zbeja në kapakët e poshtëm të syve. Nëse ulni kapakun e poshtëm të syrit dhe vëreni se pjesa brendshme është shumë e zbetë, pa ngjyrën e zakonshme rozë ose të kuqrremt, kjo mund të jetë një shenjë e qartë anemie ose mungese të hekurit. Mëlçia luan një rol absolutisht kyç në ruajtjen e hekurit dhe në procesin e prodhimit të rruazave të kuqe të gjakut. Kur ajo nuk funksionon siç duhet, për shkak të mbikarkesës, prodhimi i gjakut bie ndjeshëm, duke lënë pas këtë zbeje të dukshme. Shenja 2. Presion, rëndes në anën e djathtë të barkut. Kur mëlçia inflamohet apo mbushet me yndyrë të tepërt, ajo fillon të zmadhohet nëpër masa fizike. Duke u zmadhuar, ajo fillon të shtyp organet përreth dhe të tërheq kapsulën e saj mbrojtëse të jashtme. Kjo nuk shkakton një dhimbje të mpret, por krijon si një ndjesi e vazhdueshme peshe, rëndese ose presioni në anën e djathtë të barkut, pikërisht pak nën bri. Shenja 3. Njolla vjollës ose nxirje të pashpjegueshme në lëkurë. Nëse vini rese në trupin tuaj krijon lehtësisht nxirje apo njolla të errta pa pësuar ndonjë goditje apo sforcim fizik, kjo tregon një problem me mpiksin e gjakut. Mëlçia është e vetmja përgjegjëse për prodhimin e proteinave kryesore që ndihmojnë gjakun të mpikset kur ne dëmtohemi. Kur mëlçia është e stresuar apo e sëmurë, këto proteina paksohen dhe enët e gjakut plasin shumë më lehtë. Shenja 4. Thembra të thara, të ashpra dhe të qara. Shumë njerëz mendojnë se thembrat e qara vijnë si pasojë mungesës së hidratimit.
eci zbathur apo problem me këpucët. Por, në aspektin mjekësor, thembrat e qara shpesh janë simptom direkt e mungesës së vitaminës A dhe vitaminës E. Kur mëlçia është të dëmtuar, ajo nuk prodhon dot mjaftueshëm tëmbëth, i cili është langu i domosdoshëm për të përthithur këto vitamina që treten vetëm në yndyrë. Shenja 5. Ruajtje vazhdueshme e lëkurës, veçanërisht në shuplaka dhe shkuta. Kjo lloj ruajtje e pashpjegueshme, e cila nuk largohet as me krema hidratues e as me lozion, ndodh sepse mëlçia nuk arrin dot më të filtrojë e të nxjerrë jashtë toksinat. Si pasojë, kriprat e tëmbëthit dhe mbetjet e tjera grumbullohen në gjak dhe fillojnë të depozitohen menjëherë në lëkurë, duke irrituar fort mbaresat nevore në shuplakat e duarve dhe në shputat e këmbëve. Shenja 6. Ndryshime të dukshme të thojt. Thojt e duarve janë një pasqyrë drejt për drejt e shëndetit tonë të brendshëm. Thojnë që thyen e krisin lehtësisht, që humbasin formën e tyre natyrale apo që shfaqin vija horizontale vertikale të bardha, tregojnë se mëlçia po vuan dhe nuk po arrin të furnizojë trupin me ushqyesit, mineralet dhe proteinat e nevojshme. Shenja 7. Urina me ngjyrë të errët. Nëse ju pini ujë mjaftueshëm gjatë ditës, por përsëri vini re se urina juaj vazhdon të ketë një ngjyrë jashtëzakonisht të errët si çaji fort apo portokalli i mbyllur, kjo është një sinjal i madh alarmues. Kjo ngjyrë e errët shkaktohet nga grumbullimi i bilirubinës, një pigment që krijohet nga shkatrimi i ruazave të kuqe të plakura, të cilin mëlçia e dëmtuar nuk po arrin të eliminojë dot përmes tëmbëthit. Shenja 8. Lëkura dhe syt me nuanca të verdha. Kjo është padyshim shenja klasike, më e njohur dhe më e qartë të dëmtimit të mëlçisë. Kur niveli i bilirubinës në gjak rritet jashtëmase, sepse mëlçia nuk po arrin ta përpunojë ta filtrojë atë, kjo substancë fillon të ngjyrosë fillimisht të bardhën e syve dhe më pas përhapet duke zverdhur të gjithë lëkurën e trupit. Shenja 9. Vena varikoze ose kapilar në formë rrjete merimange. Mëlçia luan një rol kryesor në rregullimin dhe balancimin e niveleve të hormoneve në trup, duke përfshirë këtu estrogenin. Kur mëlçia dëmtohet, ajo humbet aftësinë për të zbërthyer estrogenin e tepërt, duke bërë që ai të grumbullohet në gjak. Ky hormon i tepërt bën që enet e vogla të gjakut të zgjerohen dhe të shfaqen si rrjeta merimang në lëkurë, veçanërisht në fytyrë, në gjoks dhe në këmbë. Shenja 10. Fryrje pa zakon të barkut dhe mbajtja e lëngjeve. Nëse vini re se barku juaj fryhet, rritet nëpër masa dhe bëhet i fortë pa ndonjë arsye që lidhet me ushqimin apo tretjen, kjo mund të jetë një shenjë e ascitit. Asciti është grumbullimi i lëngjeve të tepërta në zgavërën e barkut, gjë që ndodh sepse rritet presioni në enet e gjakut të mëlçisë dhe ulet drastikisht prodhimi i proteinave mbrojtëse nga vetë mëlçia. Shenja 11. Humbje oreksit, të përzierja dhe tretje vështirë. Pa një prodhim të mjaftueshëm të rregullt dhe cilësor të tëmbëthit nga ana e mëlçisë, trupi e ka të pamundur të tretë dhe të zbërthejë yndyrnat e ushqimit që hahet. Kjo çon menjëherë në ndjesinë e përzierjeve pas çdo ngrënie, rëndesë të fortë në stomak, gaza të tepërt dhe një humbje graduale të oreksit. Shenja 12. Lodhje kronike, këputje trupore dhe mjegull mendore. Kur mëlçia nuk arrin më të pastrojë dhe të filtrojë toksinat nga gjaku, këto substanca helmuese vazhdojnë të qarkullojnë të lira në trup dhe arrin deri në tru. Kjo gjë shkakton mjegull mendore, konfuzion, vështirësi në përqendrim, arreste të përditshme dhe një ndjesi lodhje kronike të vazhdueshme, e cila nuk largohet as pasi keni fjetur me orë të tëra. Si mund ta ndihmojmë mëlçin të rigjenerohet dhe të shërohet? Siç e përmendëm edhe në fillim, lajmi më i mirë është se të gjithë është se mëlçia është një organ tmerrsisht rezistent dhe me një fuqi të jashtëzakonshme veçshëruese. Nëse ne i hedhim ngarkesën e përditshme dhe i japim mjetet e duhura, ajo mund të riparojë qelizat e saj të dëmtuara. Ja 3 hapa konkret, natyral e mjaft të lehtë që mund t'i zbatoni që sot nga shtëpia. Përmisoni radikalisht dietën tuaj ushqimore. Hiqni dorë përfundimisht nga sheqernat e përpunuara, pijet me gaz dhe ushqimet e shpejta. Në vend të tyre, përfshini në ushqyerjen tuaj sa më shumë perime me gjethe jeshile, si spinaçi, brokoli, sallata e egër dhe lakra. Këto ushqime janë të pasura me klorofil dhe antioksidant që nxisin tretjen,
heqin yndyrën e tepërt dhe stimulojnë prodhimin natyral të tëmthit për të pastruar trupin nga gjadetet e toksinave. Hapi 2. Përdorni rregullisht kurkumën. Kurkuma është një nga erëzat më mjekësore në botë. Ajo përmban kurkumin, një përbërës aktiv me veti jashtëzakonisht të fortë antiinflamatore dhe antioksiduese. Përdorimi i saj i përditshëm në ushqime, në sallata apo duke u konsumuar si çaj, ndihmon drejt për drejt në reduktimin e inflamacionit në qelizat e mëlçisë. Heq dhjamin e tepërt dhe nxit me shpejtësi rigjenerimin e tyre. Hapi 3. Hidratoni mjaftueshëm çdo ditë me ujë të pastër. Uji është filtri më natyral dhe më i fuqishëm që ka trupi ynë. Konsumi i mjaftueshëm i ujit gjatë gjithë ditës ndihmon drejt për drejt mëlçinë dhe veshkat të nxjerrin jashtë gjithë toksinat e tretura, duke bërë që trupi të mos ngarkohet dhe mëlçia të kryejë punën e saj pas forcim. Duke i kushtuar vëmendje këtyre sinjaleve dhe duke zbatuar këto hapa të thjeshtë praktik në jetën tuaj të përditshme, ju mund të përmirësoni ndjeshëm dhe brenda një kohë shumë të shpejtë shëndetin e mëlçisë suaj dhe të gjithë organizmit. Tani dëshiroj të dëgjoj nga ju, cilën nga këto 12 simptoma keni vënë re më shpesh te vetja juaj apo tek njerëzit tuaj më të afërt. Më shkruani mendimet dhe përvojat tuaja në seksionin e komenteve më poshtë, sepse i lexoj me shumë kënaqësi. Nëse kjo video ju duket dobishme dhe ju ndihmoi të mësoni diçka të re për trupin tuaj, ju lutem mos harroni të bëni një like, të shpërndani këtë video me miq dhe familjarët tuaj që t'i ndihmoni edhe ata, dhe të bëni subscribe në kanal për të mos humbur videot tonën të radhës mbi shëndetin. Ju uroj nga zemra shëndet të plotë të palëkundur. Mirupafshim dhe shihemi në videon e ardhshme.